Ndaj s'më pëlqen. Tani kthehen ta bojnë, po ne për ty me nxjerr na e laf. Oj, shoqe. Edhe pastaj më fal, gjithë 3 javë e ca nuk e kishte treguar që me Indrin janë takuar jashtë. Del pastaj aty në klip, ai ka ngrënë kapir të shtëpia ime, që të tregonte që ai ka qenë të shtëpia. Unë nuk e besoj hiç që aty ka pas diçka më të asnjë moment. Indri E di, a din çka besoj ne? A mni veç ka tash. Unë jë morë me një konkluzion trunin tem. Po, që ajo mund të ketë pas një farë pëlqimi, po. Kësojna i ka pëlqy Indri e ka refuzu. Si ja ka kthyer të njëjtin pëlqim, po, si ja ka kthyer. Nështë edhe Indri qa kind është që ja ka thonë me një mënyrë të mirë dhe asojna në momentin që Indri ka thonë që mu më pëlqen Vanesa, jera automatikisht të krahasu tani me ty qka ko Vanesa ma shumë se onë, edhe për që ta ka thonë po shkajt për Indres. Unë mendoj, nuk mendoj vetëm, unë mendoj që ajo ka xhelozin ndaj gjitha çifteve që krijojnë këtu. Çifte. Thjesht, nëse dhe ti ishe për shembull, do hidhej prap, se do vetëm attention, kaq, do vetëm vëmendje. Unë e thash, edhe në Prime kur më ka pyet, thash, unë mendoj që Bora do vëmendje. Është xheloze ndaj çdo personi këtu që ka vëmendje. Dhe asaj nuk i pëlqen që unë të marrë vëmendje nga Indri, nuk i pëlqen që Ola të marrë vëmendje nga Adi, nuk i pëlqen që Blerina të marrë vëmendje nga dikush tjetër, nuk e do. Do që gjithë vëmendja të jetë tajo. E qysh? Pikërisht. Tani, vetëm i çun që po jep vëmendje është Vini.